Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim një nga recetat më të dashura tradicionale. Ajo është tafkosi me mish qengji. Për këtë recetë do të na duhen mish qengji, 4 vezë, 600 gram kos, 3 lugë gjelle niseshte, 1 lugë gjelle gjalpi, 3 lugë gjelle vaj, 5 lugë gjelle lëng mishi dhe pak krip. Pasi kemi zier mishin e qengjit, do të vazhdojmë me përgatitjen e masës. Në një enë do të shtojmë 600 gram kos. Tek ena ku kemi hidhur kosin, do të shtojmë edhe 4 vezë. Shtojmë gjithashtu dhe 3 lugë gjelle niseshta. Përzijmë së bashku kosin, vezët dhe niseshten dhe do të përgatitemi për shtimin e produkteve të tjera. Pa ndalur përzierjen, shtoj gjithashtu vajin e lulediellit dhe gjalpin që i kam skuqur. Shtoj gjithashtu 5 lugë gjelle lëng mishi. Kam shtuar gjithashtu krip dhe piper të zi dhe do t'i përzijmë derisa të bëhet një masë e një trajtshme. Kam vendosur mishin në tavë, pastaj do të hedh masën e përgatitur sipër mishit. Do ta shpërndaj mirë që të mbuloj të gjithë sipërfaqen. E fus në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius. Pjekja do të jetë për rreth 45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të bukur dhe të artë. Dhe ja ku është gati tava jonë e kosit me mish qengji. Shikoni miq sa e butë dhe kremoze që duket. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni ta abonoheni dhe të lini një like. Shkruani në komente nëse e provuat. Shihemi në videon tjetër. Faleminderit.